Vlezër, bëhuni imitusit e atyne që ecin si mas perinishmërisë. Mos imitoni mashtrusat, mos imitoni të remt, mos imitoni ata që e kanë besimin si mjet përfitimit. Mos imitoni ata që dojnë botën ma shumë se sa Zotin. Ne kena tendencën me imitu gjithmonë të keqen. Ne kena tendencën me ngushëllu nga gabimet që bëjnë tjerët. Por ama kjo nuk justifikon faktin që ne jena vetë ata që vendosim në fundis, a du unë me imitu dhe me njek shembullin e atij që gabon, apo du me njek shembullin e atij që ecë në drejtsinë e Zotit, me frikën e Zotit, në dashurinë ndaj Perëndisë, në besnikërinë ndaj Perëndisë. Mos u ngushëlloni me gabimet e tjerëve, vëllezër e motra. Mos i përdorni ata si një argument për me thënë nuk jam vetëm unë, ka edhe tjerë më keq se unë, ka edhe tjerë si unë, kjo nuk të shfaqson ty. Përkundrazi, veni re, shihni, fokusohuni, dalloni ata që ecin në shembullin që keni në ne, jo në të tjerët.